A intimidohen protestuesit nga... Nuk besoj, është e kundërta, nuk besoj. Një njeri që shkohet dhe i shkatrohet prona në mes të ditës, sigurisht që nesër e ka pak të vështirë të dalë prapë në protestë. Kjo është rëndë, sigurisht kjo është skandalozë, kjo është flagrante. Tani qatë të fosh më këti populli, që rinë në Tiranë qytetarët dhe i përshëndesin me dorë sikur janë alien. Le të zbresin të mbushën rrugët e Shqipërisë, të dalin nga zyrat, të braktisin zyrat në orkat sipas ligjit, të kontrollojnë të bisedojnë me avokatët e tyre, çfarë takonet të marrë fund kjo histori. Çfarë duhet bëjmë, ai i ka bërë që të gjitha. Çfarë duhet bëjmë tepër se kaq? Sot isha atje në orën 10 të studentët, për të në takon shkoj, qëndrova pak minuta te parlamenti, pastaj u largova se nuk më jepte edhe për shkak kam qenë drejtuesi i tyre, nuk mund të shkoj të përballem me forcat e rendit. Mjafton që unë ata e mbështeta moralisht, në mënyrë që dhe policia të shohë që e kanë atë drejtorin e tyre dikush, që si kam ndryshuar ndonjëherë të shtypin popull me dhunë siç bëjnë ta, këto e bëjnë diktator dhe ai është në këtë fazë ka arritur deri aty që merret me individ caktuar. Sigurisht që nuk është gjë e mirë, po përderisa ai kërcënon, atëherë ne duhet të kuptojmë që jemi pranë, vetëm janë rrethanat politike që atij s'japin dot shansin për të vendosur realisht një diktaturë që patëm, edhe Telemegjo mundi vendosin kufi shtetëror. Në këto kushte është. Mirë, akuzat që bëhen individualisht për protestues të ndryshëm janë vetëm njëra anë e medalje, sepse ka edhe akuzat të tjera që kjo protestë është marrë në dorë nga shërbimet e huaja dhe më së shumti kemi dëgjuar qeverinë të përmend shërbimet iraniane. Ka pasur një deklaratë sot në parlament që e ka bërë Zojta Ulan Balla. E ndjekim pak. Protesta është privatizuar nga një grup shumë i vogël pas një lloj legitimiteti publik. Dhe ky grup i vogël për cilin ne po bëjmë transparent, ka element të cilët nuk gjenden vetëm në Shqipëri. Në të gjitha vendet që kanë ndodhur ngjarje të tilla, element me një background kriminal përfshihen në aktivitete të tilla kundër institucioneve legjitime të zgjedhura me votë. Dhe mua më vjen mirë që ju vazhdoni të përfshiheni me kontributin tuaj për të çuar njerëz. Është gjë e mirë. Ju a thash, sindroma e Stockholmit është një sindrom që vështirësisht kurohet. Dhe mendoj që ju mendoni se kjo protestë mund t'ju shpëtojë. Zotja Vari, nëse ka shërbime të huaja që kanë hyrë në lojë, çfarë bën Shishi? E para dhe e dyta, nëse iranianët na qenë kërkëshin të përfshirë në protestën shqiptare, zakonisht ambasada amerikane është shumë e kujdesshme të të lëshojë deklarata ose të ketë situatën nën kontroll, veçanërisht kur bëhet fjalë për Iranin. Po deri tani nuk kemi parë ndonjë reagim